Viti do të përmbyllet në temperatura të ulta dhe me mot të ftohtë, ndërsa ndonëse me intensitet të ulët, nuk përjashtohet mundësia edhe për rreshje të dëborës. Kështu njoftoi nga detyria për punë hidrometeorologjike. Sinoptikanja Juliana Fidenovska për televizionin Shenja tha se temperaturat gjatë natës do të ulen deri në -7 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës temperaturat të pritet të ngriten deri më 3 gradë Celsius. Më ftohtë sipas saj pritet të jetë për festën e vitit të ri, ku temperaturat të pritet të ulen deri më -13 gradë Celsius. Për natën e vitit të ri do të kemi mot të kthjellët dhe natë të ftohtë, përsëri me temperatura gjithkund negative me interval nga -13 deri më -5 gradë Celsius. Gjatë ditës, në ditën e parë të vitit të ri, do të kemi mot stabil me erëra të forta nga drejtimi veri perëndimor. Gjatë ditës edhe të njëjtën pritet të kemi mot negativ nga -1 deri më -6 gradë Celsius. Nga e premtja, Fidenovska njoftoi se temperaturat do të stabilizohen, ku siç tha, nga ajo ditë pritet një rritje e lehtë e temperaturave, e cila do të vazhdojë edhe ditëve në vijim, ndërsa nuk do të mungojnë as rreshjet e shiut. Ajo gjithashtu tha se në viset malore pritet të ketë edhe rreshje të dëborës.